Fshati më i bukur i Shqipërisë, ndoshta më turistiku, Vërmiu, një perl e vërtet. Është fundjavë, ditë me diell, mund të rish me mëngë shkurtër, është e mrekullueshme, po shihni sa pak njerëz ka brenda fshatit dhe mbi të gjithasë është në përgjithësi situata në fshat. Këtej sipër mund të shihni pamjen e mrekullueshme të kishës, shite, edhe gjithë pjesës kryesore të Zoe Horës, një nga strukturat turistike më të mrekullueshme që ka Shqipëria, dërsa unë tani do vendos syzet e metës dhe do eci në për fshat. Ja shifeni, po marr syzet dhe do të ndez syzet për të parë se çfarë filmojnë syzet e metës. Jam gati, filluan, po heci me to. Nga rrugët kryesore, këtu është shkolla, këtu është një nga kishat më të bukura, përballë është rruga që të çon në Zoe Hora. Ja një grua pash aty, po turist ose pushues hiç. Edhe kjo pjesë gjithandej ndërtim. Këte i gur, këtu e ka zënë rrugën një makinë, se dia kaloj dot. Asnjë njeri në përfshat. Ti ki këtej, apo këtej? Apo bëjmë këtej njerë. Qitën këtej, atë zbres këtej. Këtej se di ku shkoj. Mund të dhe më në jo borë shpje. A këtu që nga borë shpje. Vazhdoj këtej poshtë. Kjo duhet jetë kishë se ja kur është kryqi. Edhe deti. Edhe këtej dy shtëpia, kjo rrezik duhet jetë e braktisur. Ja. Fshati i gjithë i braktisur. Vazhdoj këtej. Tjegullat.
Besoj këtë është rruga që del prapë poshtë në qendër, kurse sipër rruga Vllada. Po, këtu del në rrugë, këtu është një godin të hynjer të shoh. Interesant duket. E pambaruar që nga ja dhe kisha. Çfarë pamje fantastike. Shoh dhe këtë pjesën këtu. Gjysma shtëpive janë braktisura, që nga balt. Çfarë mrekullie. Këtu paskat së turist. Nuk e di nga vinë. Njerëz në fshat nuk ka fare. Në gjeda ca të huaj. Këtej nuk dal dot. Duhet të rikthehem në të njëjtin drejtim. Për të dalë. Të parët që pash, po janë të huaj, se ndinga janë duke ardhur. Edhe këta po marrin njëtin drejtim si unë. I shofi qik. Hello. Hello. Where are you from? Spain. Spain. Nice place to visit it. Thank you. Albania here. You're from here. Enjoy the country. Thank you. Bye. Bye. Këtu po dëgjoj zëra njerëzish. Dëgjoj zëra, që nga një grua duke folur greqisht. Sipër. S'ka njerëz tjerë. Spanjoll ka, po shqiptar jo. Edhe kjo shtëpi e braktisur. Gjysma e shtëpive janë krejtësisht të braktisura. Këtu pas ka njerëz, duhet jem punëtor, se pas kanë rroba punëtorësh. Kjo që nga karrigja më e bukur në Dhermi. Tash unë këtu duhet bëj një video, pastaj të vazhdoj. Ky ishte vendi shumë i bukur këtu, si duket gjithë fshati. Tani në këtë drejtim nuk shko kam dot që nga rruga e bllokuar. Ja, shtëpia është e braktisur dhe ajo, o sa bukur që nga këtej. Dhe këtu e braktisur, bo sa keq. Dhe shqyrë çfarë mrekulli e fshati, ndërsa këtej vika dhe u rregulloka pak, këtu duhet ketë më shumë banor, edhe kjo e braktisur. Duket që s'shkele dot, edhe pjesa tjetër. Kjo duhet më nxjerrë rrezik në një nga sheshet më të bukur që ka fshati. Shikoj çfarë mrekullie që është e gjitha. Sa e bukur. Duhet vazhdoj në këtë drejtim. O sa e bukur që nga këtu. Tu u dil ka direkt të sheshi fshatit. Dalim të kafe pastaj. Dhe këtej vazhdon hecet
mes rrugicave, të gjitha me dryk kjo komplet e pa banuar duket. Edhe një terë tjetër. Kam minuta tëra që eci dhe nuk shoh dot asnjë gjë nëpër fshat. Edhe kjo me dry. Kjo e bukur shumë. Edhe këtu një derë tjetër e mbyllur komplet. Këtu e pas kanë mbyllur derën me mur. Shifeni. Edhe vazhdoj më sipër. Këtu dalë në sheshin. Ndoshta më të bukur të fshatit. Po. Ja ku dola. Një nga sheshet më të bukur të fshatit. Ku është dhe shtëpia që është luajtur filmi Një general kapet robë. Shif sa bukur është ky shesh. Ja dhe shtëpia me arkadën, sipër manastiri, deti dhe pamja spektakolare. Kjo ishte xhiro në Dhermi.